Nëse doni të mbroni zemrën tuaj, nuk duhet të hani kurrë këto 4 ushqime. Shëndeti i zemrës është një nga parametrat më të rëndësishëm në mirëqenie, veçanërisht në një epokë kur numri më i madh i humbjes së jetës shkaktohet nga problemet kardiovaskulare. I përcaktuar nga faktorët si presioni i gjakut dhe kolesteroli, shëndeti i zemrës ndikohet kryesisht nga zgjedhjet e stilit jetesës dhe dieta, fitnessi, përdorimi i alkoolit dhe duhanit, stresi dhe faktori i rëndësishëm i përgjegjësisë. Një numër i lartë i ushqimeve mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj kardiak. Sipas ekspertëve të Healthline, duhet të evitoni këto zgjedhje ushqyese siç janë patatet e skuqura. Ato përmbajnë nivele të larta të yndyrnave, sidomos nëse janë ato të fast foodeve, pasi skuqen me një lloj vaji i cili nuk ndrohet për një kohë të gjatë. Mishrat e përpunuara mund të ndikojnë negativisht për shkak të kripës dhe elementeve të tjerë të yndyrës. Proteina e tepërt, gjithashtu edhe vaji i kokosit, nuk duhet të konsumohen në dietën tuaj, sidomos nëse jeni të rrezikuar nga këto shqetësime.